Disa deputet i kanë kërkuar parlamentit që punëdhënësit shqiptar të mundësojnë që punonjësve të tyre t'u japin 2 orë leje gjatë ditës së premte për të pasur mundësi për të falur në xhami, dhe gjithashtu të krijohen hapësira për të pasur mundësi që punonjësit të kryejnë ritet fetare muslimane. Çfarë mendoni për këtë? Po, s'pari Shqipëria është shtet laik, pasi siç e dini në qeveri nuk ka përfaqësues as të fesës islame, krishtere, ortodokse, e tjerë dhe me thonë kulte fetare apo bektashi. Ndaj edhe një eksepcion i tillë është i pamundur në vendin tonë, pasi një dekret i tillë presidenti Begaj nuk do ta firmosë kur, dhe është në kundërshtim me parimet bazë të qytetërisë. Por do të patur parasysh që tani secili ka mënyrën e tij të besimit dhe të botë kuptimit të tij, dhe nëse dikush shpreh dëshirë, dhe me thonë që të falet xhami gjatë orës punës, mund të merë një leje të mjeku i familjes, sikur është i smur apo është absent për arsye personale, dhe mund të krije ritme fetare, qoftë në kishë, në xhami apo ku ta sheh ai të arsyeshme, por jo se të bëhet diçka rutinë, dhe me thonë për këta, pasi siç e dini, nëse një 80 vjeçare kërkonte që të bëhet 60 vjeç gjendje civile, që ju mohua, atëherë edhe një 12 vjeçare kërkon të bëhet 18 vjeç që ta ketë më të lehtë për të martuar. Ndaj ndryshimet të tilla nuk ndodhin dhe është në kundërshtim, domethënë, me liritë e veprimit të njerëzve, por në përgjithësi është një ide e tyre, domethënë, që mund të mos hidhet poshtë për shkak se ka nga ata, domethënë, që shkojnë dhe në Mekë, domethënë, falin atje në Haxhe, apo shkojnë në Vatikan disa herë që të dielën në San Pierre, në Shën Pjetër, dhe kështu që janë këta mënyrat e fesë. Deputetë kanë propozuar që komunitetit musliman të jepet leje në punë për të falur namazin gjatë ditës së premte 2 orë, dhe gjatë ditëve të tjera gjithashtu të kenë mundësi që të falen kur të duan. Çfarë mendoni për këtë? Shumë mirë. Dakord jam. A është e mundur kjo në një shtet laik si Shqipëria? Si është e mundur në një të fali namazin për ditë pune, në orarin punës. 2 orë, i bie që do shkëputet 2 orë nga puna, edhe gjatë ditëve të javës duke mbledhur gjithë oraret e faljes. Si është si për privatin, si për shtetin? Jo, për shtetin s'jam dakord. Privatit që ofse do Milan, ledi lej. Për shtetin s'jam dakord. Po privati, a e percepton do si të mundur? Privati po dhesh Milan, ledi lej, është dorë atje, si të letej. Privati po çfarë. Gjithashtu është propozuar edhe për vendet që kanë mbi 50 punonjës të besimit musliman që të krijohen hapësira që të bëhet e mundur falja. Për këtë çfarë mendoni? Si? Është propozuar që për vendet pune që kanë mbi 50 punonjës të besimit musliman, të ketë vende të posaçme për të bërë falja. Për të falur punonjësit. Por punonjësit e shtetit. Jo, për shtetit s'jam dakord. Shteti është në punë, në orar punës. Faleminderit. Disa deputet kanë propozuar që punonjësve që cilët janë të besimit musliman t'u jepet leje në punë për të falur. Çfarë mendoni për këtë? Nuk se kam lexuar këtë. A mendoni se është e drejtë kjo që? Po, mbas edhe e drejtë. Po në një vend laik si Shqipëria, a është e mundur? Si? Në një shtet laik si Shqipëria, a është e mundur? Kush e ka shpallur se është shtet laik? Besimi është i lirë. Nuk është në pushtet, po a i festojmë festat fetare të gjitha? Ndaj të 3 sekteve që janë, ç'të keq e ka. Tani, unë nuk e di se si është, domethënë, ky vendim që thoni juve. Nuk është marrë si vendim, thjesht është propozuar nga disa deputetë. Është propozuar që gjatë ditës së premte punonjësve t'u jepet 2 orë leje për të falur kaq është. Dhe gjithashtu gjatë ditëve të javës të kenë pushimin e caktuar për të falur. Nuk e di sa e mundur do jetë për të realizuar. Edhe vendimi dhe mund të merret, po më duket një çik i vështirë për të realizuar. Dikush që punon në një kantier të largët, e ka të vështirë të vijë deri këtu për të falur.
mendova se mos të falesh atje në vendin ku është. Përmban si pikë që edhe për kompanitë, organizata që kanë mbi 50 punonjës musliman të krijohen vende të posaçme që punonjësit të falen. Pastaj, po është kështu ndryshon puna pastaj. Ndryshon puna pastaj. Po tjetë kështu, nuk, unë nuk do isha dakord, po është kështu. Prandaj u thash që në fillim që nuk e di, nuk e kam lexuar atë se çfarë përmban ky vendim që mund të merret. Kështu që po tjetë kështu, nuk do isha shumë dakord. Nuk do isha shumë dakord. Është e mjaftueshme që për çdo festë kryesore fetare, se festa fetare ka çdo ditë. Po, përderisa ato njihen nga shteti për pushim, gjatë atyre ditëve le të bëj çfarë të doja ai, po për dita është një çik se shumë më duket. Disa deputet kanë propozuar që punonjësve musliman që jepet leje që të falen. Çfarë mendoni për këtë? Mendoj se është gjë pozitive, çdo njeri ka besimin e vet dhe nuk i ndalohet, besimi është i lirë, domethënë për çdo njeri. Edhe është një gjë e mirë, domethënë për çdo kon që beson që të ketë lejen për të falur, nuk ka asnjë problem. A është e mundur që në një vend laik si Shqipëria? Po, sepse ne kemi në fe kena domethënë armoni fetare dhe është gjë pozitive. A mund të që punonjësit të abuzojnë duke marrë leje, duke thënë që do shkojnë të falen edhe ta shpërdorin orarin për diçka tjetër? Kjo varet nga njeriu vetë, e kupton, dikush mund ta shpërdoroj, dikush mund të shkojë me vërtet, e kupton, varet nga secili tip, secili karakter. Faleminderit. S'ka gjë, gjithë mirë. Deputet kanë propozuar që punonjësve musliman t'u jepet pushim për t'u falur. Çfarë mendoni për këtë? Shumë e mirë. A është e mundur kjo në Shqipëri? Për sa i përket administratës tonë, i paragjykojmë ato që falen ose kryjnë rritet fetare të çdo lloj sekti fetar. Propozimi mban si pika që gjatë ditës së premte t'u jepen 2 orë pushim, ndërsa gjatë ditëve të javës të kenë pushim gjatë kohës që vjen momenti për t'u falur. Gjithashtu, në propozim thuhet që për administratën ose për kompanitë, ku ka më shumë se 50 persona që janë të besimit musliman, të krijohet një vend që ato të kenë mundësi që të falen. Është gjë fantastike për sa i përket sektit musliman. A mendoni se mund të ketë abuzime me këto orar pushime? Ai që i thot vetes musliman, s'besoj të abuzojë me orarin e pushimit të faljes të vakteve, sepse mund të falesh 1 vakt, 2 vakte, 3 vakte, po ka dhe nga ato që falin 5 vakte. Faleminderit. Lutem. Disa deputet kanë propozuar që punonjësve të besimit musliman t'u jepet leje për t'u falur. Pse ka një ligj që nuk i lejet të falë. Gjatë orarit të punës, Gjatë orarit të punës, sigurisht. E du të mendoj. Unë jam dakord që rritet fetare të bëhen në ashtu si duhet. propozimi thekson që gjatë ditës së premte t'u jepen 2 orë leje për të shkuar në xhami ose për të falur në vendin e punës. Po. Ndërsa gjatë ditëve të javës të kenë mundësi që të falen në orarin e caktuar. Po pse vetëm ditën e premte bëhet ajo kuveni? Ditët e kuveni? Që punojnësve gjatë ditës së premte të Ah, kenë 2 orë punojnësve. leje. Pa, do të jepet leje ose do të falen ke veni i punës, do në qëse s'kanë kurse tja. Pa mendoni se është e mundur kjo në Shqipëri? Urdhro? A është e mundur kjo në Shqipëri? Kjo në Shqipëri, ku është feje vetëm është nocion, nuk është e mundur. A mund të ketë abuzime me këto orar, me këtë leje? Sigurisht, për njerëzit e pandërgjithshëm që kanë abuzime. Faleminderit.